Prej paraditës së kësaj të diel ka nisur në Lezhë kremtimet për 2 marsin për vjetorin e beslidhjes, të cilat do të kulmojnë nesër me pjesëmarrjen e personaliteteve nga mbartë shqiptare. Mbërrjet e ftuarve ka nisur me arbereshët, ndërsa sheshi Gjergj Kastrioti poshtë në rrodhën e shesh feste. Me 1 mars ne nderojmë ditën e arbereshëve. Kjo është një ditë homazhi për nder të qendresës kulturore dhe shpirtërore të arbereshëve, por dhe një urë bashkimi mes shqiptarisë dhe diasporës tonë historike. Më 2 mars në Hallin e Bashkisë Lezhë do të hapet një ekspozitë ku do të shohim më nga afër historinë dhe rëndësinë e kësaj dite. Më pas do të vijojmë me ecjen simbolike në gjurmët e historisë drejt sheshit të qytetit, në nderim të bashkimit dhe vizionit që lindi në Lezhë. Gjatë takimit me arbereshët, kryebashkiaku i Lezhës Pierin Dreu ka propozuar që nga viti i ardhshëm 1 mars të shpahet ditë arbereshëve me aktivitete të përbashkëta kulturore që do të sjellin në Lezhë historinë, kulturën dhe vlerat e trashëgimisë arbereshe. Them 1 marsin në një ditë që arbereshët nga gjithë vendet jenë tu. Ta them në një ndërthurje të kulturave, traditave, kostumeve, gjithçka kemi ne si aset kulturor përbashkët në një demonstrim nga mëngjesi deri në darkë. Aktivitetet ditore përfshin panajër artizanësh, ekspozita, performanca artistike dhe koncert festiv në qendrat e qytetit, duke kthyer Lezhën në kryeqendrën e bashkimit dhe krenarisë kombëtare në përkujtimin e 2 marsit 1424.